nëse Shqipëria i ka humbur gjasat për kualifikim në këto dy ndeshje, me Letoninë dhe me Serbinë. Na kemi qenë me Granitin me ndeshjen me Andorën. Po. Edhe kemi qenë, na kanë ftu miq tonë futbollistat. Kemi qenë aty, kemi qenë mrena, nuk kemi komentu asnjë gjë, por që aty, na nuk kemi pa shajat mira. Që në atë ndeshje. Çka konkretisht? Çfarë shehesh? Tash ju tregoj. Autoriteti i Silvinjës ka fillu me ra që në Evropian. Deri në Evropian ka qenë fantastik. Pastaj në Evropian, që ka ndodh, edhe që flitet në koluare të futbolit, gjithmonë ka diçka të vërtet. Duhet me potencu meritat e Trit Berishës për kualifikimin e Shqipërisë në kampionat. Të Ardian Ismailit, të Cikaleshit. Ilber Ramadani. Pa dyshim, Ilber Ramadani, po Ilberi atje edhe ka lujt edhe kështu, po këtu, kove të fundit, nuk peshojmë si titular, asë ndeshje me Andorën se kemi pas ndeshje me Serbinë, se kemi pas ndeshje me... Edhe... Treneri ka pas edhe konflikte direkte me disa futbolista, me gjithë se nuk është thonë në media. Autoritetin e ka hup, sepse... Kur ka pas konflikt me futbollistët pas ndeshjes me Andorën? Gjatë kampionatit. Gjatë kampionatit. Se ne kemi disa informacione që ka pasur mosmarrëveshje edhe para ndeshjes. Ndoshta. Ka pas pakënaqësi edhe mas ndeshjes me Andorën. Tashti na edhe normalisht i kemi majtë disa gjana, na nuk mujna me thonë media krejt që ka dim. Na mujna me thonë lirisht që cikli i Silvinjës të Shqipnia po përfundon, sepse futbolli është loj ku 22 ushtar i besojnë generalit vetë. Nuk është futbolli loj ku 22 lejtar nuk i besojnë generalit vetë. Po fajet nëse Silvinjo e ka humbë autoritetin? Vetaj. Pse? Vetaj, për arsye se ka pas interferime të agjendve, ka hongër presionin e agjendve, nuk është e mundën Ernest Muçi lunë Beshiktash me pas minutash ka që të vogël të Shqipnia, ndërsa lojtarë që s'lujnë asë një minut, na kemi kritiku edhe Zheresin. Kemi kritiku edhe Atglien. Apo kuptan? Kur ka bo mirë Silvinjo, na e kemi ngritën në qiell. Shumë e vërtet. Të Shqipnia ka probleme serioze, edhe mendoj që vetëm njëri fresh, na kampionatin e kemi humbë, se e kemi humbë kualifikimin. Na do të me fitu Anglin, do të me fitu Serbi. Na s'kem të zot me mujtë në shpe. Edhe do të me lëshu Serbia pik me Letoninë, me Andorën. Tashti, është një skenar këgjej zërshëm. Është një skenar këgjej zërshëm, por në pikat shkurta, ju kalzova ku është problemi. Si mundet me riparu? A mundet me qëndru Silvinjo? Ja, nuk mundet me qëndru Silvinjo. Silvinjos do të me thonë falemderit, shumë falemderit për kvalifikim, shumë falemderit që a ke bot dheri këto, edhe sigurisht në digjojnë ata, se i kemi shiku së regull, të federatës shqiptare, apo kuptan ata në ndigjojnë neve, ata që tash, do të me njës me lyp një selektor 3. Me thonë, prej këti momenti,